zoti Kurti ka propaganduar në raport me bisedimet. Kjo çështje merr një farë karakteri më dramatik duke pas parasysh qasjet që ka pas më herët zoti Kurti ndaj gjitha këtyre procesave apo lëshimeve që kanë ndodhur në të kaluarën. Edhe po ashtu ne vim edhe në pozicione të tilla të lëshojmë pe, të them kushtimisht lëshojmë pe pak, edhe me ironi, për të bërë kështu me motën e zotit Kurti edhe të Ama e ka pas mos lëshope. E ka pas mos lëshope. E ka pas mos lëshope, për prandaj pak me ironi. Pra, edhe këto vinë e kam përshtypjen për shkak në përgjithësi të një qasje që ne si Kosovë kemi pas e pastaj zoti Kurti në vazhdimsi e kanë ndjek në raport me bisedimet. Na kemi folur disa herë për bisedimet. Dhe kur ti nuk arrin të kesh një trezin e tavolin e bisedimeve, ta zgjidhësh problemin apo ta shtysh në tërësi, duhet merresh kështu me këto çështje të cilat ta them taktike. Kur nuk mund ta zgjidhësh problemin në planin strategjik, duhet të merresh me këto çështje në planin taktik. Edhe pastaj në planin taktik shpeshherë është duk që zoti Kurti edhe është fitues edhe ka ditë kështu ti paketoj disa prej këtyre mirë. Ne e vërteta është që ne nuk i kemi zgjidhur problemet. Ne vazhdojmë të kemi të lashë, dhe vazhdojmë të kemi të lashë. Si Kosovë, derisa nuk e kemi një marrëveshje finale përfundimtare me Serbinë për të zhbllokuar spaku edhe në arenën ndërkombëtare, apo për të zhbllokuar edhe brenda vendit. Edhe këto lëshime që tash bëhen, po them natyrisht gjithmonë shikuar në kontekstin e asaj se çfarë zoti Kurti ka propaganduar në raport me bisedimet edhe në raport me apo bëhen pra dramatike për këtë fakt, sepse këto ja kanë qenë zakonshme, pra situatat e tilla. Natyrisht, unë po them janë dramatike, përndryshe për mendimin tim nuk është diçka dramatike, por diçka që e godet shtetësinë e Kosovës në afatgjatë, është një proces. Ne e dimë që është një proces çështja e raportit me serbët, derisa ne nuk e zgjidhim problemin me Serbinë dhe nuk e zgjidhim problemin me serbët, sidomos me veriun përmes një marrëveshje, cila nuk arrit deri tash, edhe ato që u arritën po zvarritën. Natyrisht do të kemi të tilla situata ashtu siç e thatë, siç ka pas çdo herë. Kështu që në këtë drejtim, unë mendoj që thjesht edhe opozita edhe opinioni publik duhet ta mbajnë përgjegjës Kurtin për mënyrën se si e ka ndërtuar diskursin në raport me këto çështje, madje si e ka ndërtuar diskursin edhe në raport me bisedimet e fshehta ose jo, sepse ne na doli në fund që këtu kishte pas zhvillimin ndaj cilave opinioni publik ka qenë i krejtësisht i verbër, pra nuk ka pas informata se po ndodhin dhe doli që disa ditë para se të fillojë të zbatohet ligji, patëm vizitën të Tyrencenit edhe të cilët e pohun se ka pas takime.